Je krenaria jon, bërin edhe një tjetër parashut për Gjestin, Jozi, menaxheri po t'i dërgon. Gjestit i kam bëritur një tjetër parashut gjatë natës së fundit të spektaklit, duke shprehur mirënjohjen e tij të thellë për mbështetjen dhe dashamirësinë që ka marrë nga të gjithë ata që e përkrajnë. Mes emocionesh dhe buzëqeshjes së tij të njohur, Gjesti e priti këtë gjes me shumë entuziazëm, duke falendëruar të gjithë ndjekësit që nuk e kanë lënë vetëm në asnjë moment të rrugtimit të tij. Pas marrjes së disa parashutave, sidomos ditët e fundit, Gjesti ka falendëruar sinqerisht për këtë mbështetje të jashtëzakonshme që i ka dhënë forcë gjatë qëndrimit në shtëpinë e Big Brother VIP Albania. Me një buzëqeshje të madhe dhe energjinë e tij pozitive, ai u shpreh se është shumë falendërues për çdo parashut dhe për çdo ndihmë të marrë nga ndjekësit, duke theksuar se kjo është një tregues i dashurisë dhe besnikërisë së tyre. Gjesti është një nga konkurrentët që ka fituar zemrat e publikut falë karakterit të tij të sinqert, humorit dhe mënyrës së tij të drejtpërdrejtë të shprehurit. Me një ton të qetë dhe të emocionuar, Gjesti pyeti me humor: "Çka është kjo punë? Çka janë këta dronë?" Ai tregoi se çdo parashut është një ngjarje emocionuese për të dhe qëndrimi i tij në shtëpi është gjithmonë më i lehtë kur e di se ka kaq shumë njerëz që e mbështesin. Gjesti ka ditur gjithmonë si të marrë energji pozitive nga situatat më të thjeshta dhe t'i kthejë në momente plot humor. Ndërkohë, Jozi u shpreh se menaxheri i Gjestit ishte ai që po dërgonte këto parashuta, duke shtuar me shaka se ky mund të ishte një lloj xhelozie nga ana e tij për të parë Gjestin duke marrë gjithë këtë mbështetje. Gjesti e ktheu situatën në humor, duke thënë se dronet që i vinin Jozit ishin nga halla e tij, duke shkaktuar të qeshurat e banorët e tjerë. Ky moment i ngrohtë dhe plot humor është një tjetër dëshmi e natyrës pozitive të Gjestit, i cili vazhdon të jetë një ndër favoritët e publikut. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni të bëni like, të lini një koment dhe të shpërndani me miqtë tuaj. Për më shumë përmbajtje interesante, klikoni butonin subscribe dhe mos harroni të aktivizoni njoftimet duke shtypur ikonën e zilës. Vizitoni kanalin ton për të mos humbur asnjë video të re. Ju presim!